Po do të pyes ty. Po pra. Neni 50 replika. Për të sqaruar një herë gjithmonë se ju dëgjoj e thoni po se keni lexuar një herë. Deputeti ka të drejtën e replikës kur ndaj tij janë shprehur fjalë të padenja apo të pahishme, ose janë bërë diskutime që kanë shtrembruar thelbin e fjalës tij. Tani, njëri deputet e para as ka fol këtu, fare sot, pra nuk kam deformuar fjalën sot se s'ka fol. Përdorja e emrit nuk është sharje. Po unë kur them emrin nuk po të shaj. Po jo, po se s'ke fol. Cilën fjalë të deformova kur s'ke fol? Jo pare, atëre rregullat këtu janë vlen vetëm për brenda kësaj seance. Mirë, para i viti. Po, tashi mësoje këtë që ta kesh për herë tjetër. Se t'u bon këtu gjithë të vite, u bone si shkollnate dhe ti. Po tashi mësoje këtë, nuk ka kjo, nuk ka, s'të legjo e shkreta. Tani sa i përket, marova me ty se kam... Tani, qa bërë mirë, ç'kemi? Tani, ta mbyll, sa i përket kandidatit, unë nuk e di pse unë nxefët, se ju e dini si dilni me ne në Tiranë. E para herë objektivin e kemi t'ju a dy fishojmë diferencën. Nga 20 që e kishim me ty do t'a çojmë 80 diferencën, sepse Tirana voton Edi Ramën dhe Partinë Socialiste o Belind. Tirana voton Edi Ramën dhe Partinë Socialiste dhe o Gerta Manasirliu është njeriu i dur në kohën e dur për të shëruar dhe disa probleme tjera që ka Tirana. Ndërkohë që ju jeni aq paft, sa që në vend që dilte në njëri për jush, dilte kandidat, su ambajti dilnit kandidat, dhe në fund e disi do thoni, po futëm këtë, pra ndaj humbëm kaq thellë, se po të kishe dalë në njëri nga ne, do humnim pak më dobët. Me këtë e keni thjesht, sepse morët zarin e zenit tek piranjat, dhe e bot kukullën e Saliut për në Tiranë. Kujtoni ju se njeh Tirana zarin e zenit. Ja do ta shihni kur të votohet në Tiranë. Faleminderit. Zonja Topalli e ka fjalën. Të lutem tani të ndjekim edhe rradhën këtu. Zonja Topalli fjalën për replikë. Që nga ajo kohë që unë kam qenë aty ku ju jeni në karrik, kanë ndryshu dhe kanë kalu 6 kryetar të tjerë parlamentesh. Parafërsisht 8 vite që unë s'kam qenë fare në këtë sallë, po dëgjoj përsëri të njëjtin fjalim që kam dëgjuar me qindra herë për para 10 viteve nga njëjti person punë në këtë sallë. I vetmi ndryshim se është zbardhur në flok, pa asnjë ndryshim tjetër dhe një farë mënyrë edhe ja kam lakmi në fakt mënyrën se si reagon. Ajo që është pa precedent që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, përveç vrasjes së gjykatësit dhe burgosjes së avokatit, është dërgimi i administratës për të rrethuar GKK-n. E pa precedent, e frikshme, një alarm që tregon se pushteti është në gjendje me çdo gjë në qoftë ati i preket diçka. Por ajo që është kulmi dhe bën demokracinë tërësisht vulnerabël është mbajtja në arrest e kryetarit të opozitës pa akuzë. Më thoni mu, në cilin vend të Europës ndodh që të mahet në arrest kryetari i opozitës pa akuzë për muaj të tërë. Dhe fundit, mbajtja e Irena Gjoks në sistem është dëshmia më gjallë, më vërtet e asaj që ju bëni dhe për cilën ju shërben ajo që keni quajtur ju në reformë drejtësi, por që ka qenë eksperimenti më i pamshirshëm ndaj shtetit dhe demokracisë shqiptare. Faleminderit, zonja Topalli. Tani fjalën e ka Tedi Blushi, ka kërkuar fjalën për replikë apo procedurë? Replikë. Më përmendi emrin. Së pari, lajmëroni ministrat të vinë në sallë se nuk vidhet edhe gjatë punimeve të seancës plenare. Unë e kuptoj që kanë shkuar gjithë të vjedhin, sikundër e kuptoj faktin që kjo mazhorancë ka vetëm 10 deputet në sallë, që tregon dhe njës se sa seriozisht e keni marrë ju çështjen e reformës në drejtësi. Tani se kush është reforma në drejtësi,
na e tha indeksi i sundimit të ligjit. Jemi vende pas Vietnamit komunist, ta Holland. Kush ishin arkitektët e shkatrimit të reformës në drejtësi, pa dashur ty përmend emrin se nuk duhet t'ju jap luksin të bëj replikë. Dikush që donte të shpëtonte faktin që vllai i tij ishte trafikant. Një tjetër që ishte kapur në përgjime. Pastaj me që na përmendët kushtetutën dhe me që na kujtuat konsensusin. E para, kjo reformë nuk ka asnjë lidhje me reformën e miratuar me 140 vota. Dhe dua t'i kujtoj Taulantit votimin e datës 18 dhjetor 2017. Mënyrën se si u zgjodh Arta Marku në shkelje të kushtetutës. Deri, thot kushtetuta, është kjo kushtetutë që na tregoi Taulanti. Ja ku e keni. Neni 179, pika 13, prokurori i përgjithshëm duhet të zgjidhet me 2/3 e antarëve të kuvendit. Zgjedhjet e tjera do të bëhen me 3/5 e antarëve të kuvendit. 69 votat e Arta Marku Taulant. Pra kështu e kapët dhe kështu e shkatruat një reformë që në fakt u shndrua në një ramaform. Një reformë e cila kishte për qëllim vetëm të godiste gjithë kundërshtarët dhe ata që bezdisin Edi Ramën, por që nuk ka qëllim të ndalë gjakderdhjen financiare. Dhe ja ku është dëshmia, të gjithë ministrat kanë ikur të vjedhin, asnjë nuk e në parlament. Zoti Shehu, keni fjalën për procedurë. Po prit mos është përpara. Faleminderit, zonja drejtuese. Ndoshta kalojnë çik shumë diskutime dhe do duket njerëz që dalë jashtë kontekstit për procedurën që kërkoj unë. Por dua të them të gjë. Shpeshherë ky parlament metodat procedurale të tij ultra të shpejta, interferencat futet dhe shkon në rrugë qorre. Do them diçka. Sot Senati italian miratoi reformën në drejtësi të Italisë, reformë e cila e dini sa kohë përpara ka filluar? 15 vjet përpara është iniciuar nga Berlusconi. Si pasojë e asaj situate që kemi sot në sistemin e drejtësisë shqiptare, kur Mani Pulito dhe Di Pietro përdoren si inkvizitor kundër demokracisë italiane në mbështetje të komunizmit, kundër atyre që shëmbën murin e Berlinit, që futën Italinë në NATO dhe futën Italinë në Bashkimin Evropian. Pikrisht, sot më në fund, pas kaq vitesh, Parlamenti italian realizoi atë që nisi Berlusconi. Filloi reforma dhe ndryshimi vërtet i drejtësisë italiane për të marrë ato elemente të rëndësishëm për të eliminuar ndryrët politike. Ndërsa në Shqipëri, me një reformë rrufet të drejtësisë, dhe ky parlament të gjithë do të shikojë anën procedurale të këtyre gjërave, me interferenca të rrezikshme nga jashtë, e theksoj, me interferenca të rrezikshme nga jashtë, atje nga ai lozh, bëri dhe krijoi një situatë ekstremisht rrezikshme të sistemit drejtësisë shqiptare, ku jo vetëm kryetari i opozitës mbahet dhe u mbajt izoluar për kaq kohë në mënyrën më barbare dhe më të palikshme, më pa prova, por që vazhdon akoma kalvari, sepse ky si trendesie i krijuar nuk ka forcë dhe guximin të thotë, na fal. Dhe bën ato që bënin në herë manipulitet e Italisë, si një inkvizicion kundër të drejtës dhe kundër demokracisë. Pra, në këtë mënyrë, sepse ne fusim veten në një vrobull të tillë, në një vrobull të rrezikshme, nuk dim të japim kohën e caktuar të diskutime gjërave, kur do të kuptojmë që vlerat e parlamentit nuk janë nga shkurtimi i procedurave, nga një javë kohë, 5 ditë kohë, por nga cilësia e ligjeve që miraton dhe vendime që miraton dhe reforma që krijon. Prandaj unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme dhe kemi parasysh të gjë. Dhe prandaj po të vazhdojmë kështu. Ky sistem drejtësie që është sot, me presionet që po bëhen përsëri, me procedurat e shpejtuara që kërkojmë të bëjmë përsëri, do shkojë keq apo s'keq. Për të shërbyer kësaj klase politike e cila ka kthyer vendin në një regjim antidemokratik, neodiktatorial dhe përdor pastaj drejtsinë si mjet lufte, represioni mbi opozitën, por edhe për shpëtuar veten e vet nga korrupsioni i thellë ku zhytur. Faleminderit. Edhe një herë të nderuar koleg, unë jam e detyruar t'ju bëj edhe një herë thirrje. Ne jemi në seancën